Qaj ka bua ajo fëtë, ma mirë u konë mos me bua atë fëtë që. Tupin e orta. Mundet me. Ja. Ka pos sfida me konë tifozi Argentinës. Po me kom gjatë brej mujti, pavarësisht që 39 vjetë. Ky emision mundësohet nga Ruko Power, 99 SM, VUM, Vetalgo, Unimax, Next Lift, Saraj, Mishtore Ymere dhe Dion VIP. Përshëndetje shikues të shënjesër.net. Erdhëm edhe në ndeshjen e fundit të këtij botrori. Sot do të flasim për finalen e madhe dhe do të analizojmë gjithçka që na pret në këtë përballje. Me mua në studio është Duka Gjend Rudari, gazetar, dhe Granit Neziri, tifoz i futbollit. Mirë se erdhët. Mirë se gjetën, faleminderit edhe shumë kënaqësi. Mirë se gjetën, faleminderit për thjesë, kënaqësi me qenë me ju. Duke, qysh e ke pa rrugtimin e këtyne dy kombëtarëve deri këtu? A kanë ardhur me merit, a i kanë imun FIFA, na kush tjetër? Me referë, kur më thoj. Shqiptari, analiza e tij. Rrugtimi i dyjave u konë këgja interesant. Do me thonë, Spanja, që falim edhe ma heret, faktikisht u konë a ekipi që ka lujt për me fitu, edhe që me thonë e ka dit shkallë mas shkallë, ku po den me mri. Ka lujt që ka pas kundër shtarit. Po, nëse kom po favorit në fillim. Po, asun se kom po favorit. Pile e kom në rrugë si vjetë, kurse kom Italin, dhe me thonë e kom që të lukësin me ndrugën kështu ekipe dhe në kom tone. Niko, po ta qef me shku Portugalia, për por, ata një thash hajt Anglia si vjetë të më dhëmë. Ja, me cilën po buëm, diska. Në fanele ki qitash? Qitash e kom Sponjës. Ngëtëni. Pas ke ra. Rash. Sponja u konë ekipi që ka lujt, e thamë, ka lujt, qysh me thonë, për me fitu. Kur me 100% potencialit ose të gazit, kurse Argentina pa ka shumë loje në gjashme që ka bu në 2022-ën. Do me thonë, hajde lojen e parë, për jashtojmë tash, shkoj ke me rezultate jo që a gjbince, po... Nise, faktikisht lojt në grupe i ka pos ma bitë. Ma të mira, po. Mirë, po, e patëm lojen me Egjiptin, shambull që aty kënë momentet ose e patëm lojen me Anglinë në fund. Mirë, po, thjesht po e din që apo dojnë, po lujnë me zemër edhe janë ku janë. Qa bohet thonë të nuk e di veç, Spanja më do këtë pak ma favorita. Jo ma favorite, më do këtë me kombinume, thjesht. Edhe më do këtë një ekip që dërmën edhe psikisht. Do me thonë nëse mundet dikush me ndjerë prej qësaj lojes, se tash nëse e shohim, s'po di që me quj që lojën e Argentinës, nuk është? Gër agresive, me shpirt. Po, është lojë me shpirt, mirë, po nuk ka diçka te për taktikën të. Do me thonë, thjesht lujnë me zemër, edhe po në që sharret e me më poshtë edhe Anglit. E Spanja është diçka tjetër. Për që do këmëtore më do kënë këgja doktora. Kështë që kemë ka bo me... E kanë qatë aftësin që me bo kundështari nërvëz dhe me dollë prej vetës, e të e dita është temperamentin e mesfushës të Argentinës, që për menimin tam është një mesfush e thatë ashtë, nëse më imi thonë, jo kreative, është shumë letë mujnë me u penalizu dhe me naj kartën të këqë për shambull, që shqipon pak edhe ndërhyrjet e lejtarëve të Francës në kunder lejtarëve të Spanjës, i qetën pak prej taktit. Kështë dhe me thonë, le që i mojtën futbol, po i mojtën edhe psikisht, realisht e kom prit një loj shumë atë balancu me Francë-Spanjë, kom prit që fitën Spanja, po jo me një qasi letësi e kështu edhe, do me thonë, pa naj farë problemit malë. Edhe menoj që pak nështë edhe respektej Francën kështu. Me kënë jetash se tifozi i Barcelonës e ke do menën se këta të Reali që për shembull Eliasi është me referin, po më duket. Si me Realin, po me referin. Jo, ose me stadiumin. Po që tash finale pa refera s'mundet me pas, a vete? Si jam tifoz e Realit, kështu adem për korrektësi. Mirë, po vjen mirë që kur si e bo me Realin kur ka shku Ronaldo, respekt. Jo, realisht unë jam tifozi Argentinës prej vitit 2006. Po djetë arsyeja pse, ha? Realisht nuk është arsyeja me si pse njëm Argentinën. Rikelme. Jo, arsyeja pse njëm Argentinën është një lojë botrori 2006 që lujnë kundër fshinjit tonë verior edhe demolojnë 6-0. Edhe në mundet me t'inglunë ashtë pak patriotike, po që kjo është arsyeja pse njëm Argentinën. Me si atë rëgon i ri, hin lojë dikon në pjesën e dytë këgja si vonë. A e mërë të këqë aty jam duke? Nëse s'ka boj, po shënën gol edhe mërë të këqë. Një kartën të këqë realisht, nëse kesh bozvarë nuk besej që ish jep, se kom pak e egzageru me kështu, po prej atër jem Argentinën, ka pos sfida me konë tifozi Argentinës, manej ajo
tifazllaku për ta, më ka... Te në 2010 e ke pasë, tani më bën në krejt. 2017 kur do ka penzionu Messi tani atë. Po, ai pensionimi u kon, unë mendoj që u kon pika e kthesës te kombëtari i Argentinës që i ka shti me boçit futboll që e bojnë sot. Po, ama mu po më duket që nuk japin merita sa duhet skallonit, ku faktikisht zëvendësimet e tina janë të e bën non-stop diferencë. Messi kryen edhe ato Elias, është. Po pikryn mirë mo. Për shumë Argentinën për shembull që prej minutës 65 deri në minutën e 90 po është komplet në skuadër tjetër, edhe të e morë parasysh që po vendos me hekni mesfushor, se kë faktikisht skalloni po starton me 4 mesfushor qendror. Që janë tiporet njëjta lojtarë. Edhe si me unë ke këtë rast. Bëhet pjesa e dytë, minuta 65, po hin Almada ose Nico Gonzalez, edhe komplet për shumë në Argentinë komplet tjetër që po është më e foreshme, edhe më njëherë po dolin sulm. Edhe shumica e gollave të Argentinës kanë orë për minutës 80 e nalt. Edhe nuk peshon njerëz për shembull të jap merita të skallonit. Tash çon ashtu Messi bën se mësimet atë nuk janë vërtet i njoftuar me. Jo, e po edhe me Paredes çfarë bisede pa të skalloni, bisedeshin për taktika. Domethënë nuk është që është dikush, po secili e merr mendimin edhe e vren si lojtar për kallëzon problemin pse unë nuk po jam shumë përpara. Edhe e kishin bë tash edhe gjuhën e trupit, kur kallëzë që do të më miksi do mrapa që unë tani me shku më përpara. E vreni fare atmosferë që është ndryshe, na shan himn e vrejshë që ndeshja ndaj Anglisë ma jap ndjenjen e 2022-s kur deshin gjithçysh me fitu. Ta kujtej edhe Euron 2021 ka pas pak këtë nëse më i më thonë edhe personale, për shkak të historisë tyne prej luftës në 82-ën edhe ishujt Malvina ose Falklands që i thojnë angles që ja u kanë pushtu. Mandej finalja e Maradonës, gola me dorën e kneu kom pak ma personale, kështu po anglesët nuk u kallëzun shumë të meshëm nëse mujna me thonë, ose faktikisht trajneri Thomas Tuchel ke pak frikacak në atë loj. Se nëse Anglia kish lujt futboll që është lujti deri të shënimi i golit, unë mendoj që kish shku në finale. Realisht as 50-50 nuk e se Argentina nuk pat as rasën që ato kohë edhe blokoj shumë mirë me sfushën e Anglia me sfushën e Argentinës, po u tregu frikacak me mbrojt për 40 minuta dikon soj rome. A dhe që asku mujt me kuptu, po jepi gol ndaj Argentinës, kampionit aktual, edhe po kthej në mrapa, qa po dënë me mbrojt, qa po dënë me mbrojt, apo mendon që s'ka me romo gol kur qysh, edhe prej qasoj mbrojtje sone, edhe ndaj 3-4 lojtarëve të Atletico Madridit, që e din mirë, qysh me thonë edhe gjylpona që shkën, se e din që shmbrojnë, ta shfrytëzojnë edhe hapsinën ma të vogël. Kështu që, po... Rreziku i shumicën vike pi Enzës, do me thoni pa 3-4 goditje në port, shtylla pak me fat, Pickfordi beke dëpritje spektakolare, ti qysh nuk pe kuptën që rreziku është shtutar pi Enzës, Messi ngrej 2 lojtar meqëm, mas vetja gjujti topën atinaj edhe një perl e kryti rezultatin. Pjot sa një Messi i mujti veç me kom djath, që nasha nuk është e preferumja e ti, ku dështoj kë trajner? Unë menoj që qaj transformimi që e buni, do me thonë ke i të mërshëm. Po mos harrojmë edhe vetë të lojtartë sët me hime, po jo edhe kure kanë dhonë gollën. Thjeshti ke po dhe lojtartë anglisë të jetë. Do me thonë, masi që kanë dhonë gollën, ja kanë njësë me hetë, ja nësën me hetë. Veç një lojtari anglisë ku është ma Jed Spence. Mbrojtës majtë ka posë super performance. Bellinghami në lojë të Argentinës, u konë në lojë kunder Argentinës edhe Bellinghami, u po që me thonë e ka dhonë atë maksimumin. Mirë po lojtarë tjerë. Edhe Kane i mas Lewis, për shambull, në intervjist tha që i na kun s'kena mujt me dollë. Për shambull, e kena jep gollën, edhe është një farë grafike me një foto ku shijet formacioni anglisë 6-3-1, minutë 72, 73. Harry Kane barabart me këta? Do me thonë i ke pos vish dy lejtor, Kane edhe Morgan Rogers, që i ke pos adin ma për përpora. Okej, edhe Bellinghami për... Detyra ma defanzive. Defanzive i kesh për momentin, edhe për një men nuk më ishane me kuptu qa realisht që u vrejke, era i veke që kam jep një gol Argentina. Unë e kisha dash munol, pse fiton Spanja ndaj Argentinës? E thashë, menoj që taktikisht janë matë përgaditën, janë komtare pak ma e, që me thonë, e lujnë ma shumë bartet ajo loja, e tika-taka e gjithë që e Barcelonës, të që ke Spanja aktuale, se sa të Argentina. Argentina në loj me tëp, nuk mund me konë me mirë se Spanja. S'mundet me konë. Qka e dalën Argentinën prej Spanjës, Grande? Unë mënej që veç dëshira për fitore, edhe gatishmëria
nëse mujna me qujt me tek në fush, kështu, literalisht për Mesin edhe për kombëtarën, qaja mundet me jep nashta një përparësi Argentines. Mendoj që është një finale që është nashta më e paparashikueshmja për menimin tim. Kështu, nuk më me thonë që fiton Spanja 2-0 ose fiton Argentina 2-1. Kam qef me fitu Argentina, po për menimin tim është shumë e paparashikueshme, edhe kena me po një lojë që ka me sjell këgja shumë drama në fush, se Spanjat nuk njihen për lojë agresive ose duele tash, pra njihen për kontroll të opit, Argentina është e kundërta. Edhe që kjo besoj që na e mundësën me po një finale shumë të mirë, shumë dramatike. A menen që ka me pos përsori kështë mrena tifuzat Barcelonës kështë? Ja, nuk besoj, se na e kena kështu një situatë ku nëse fiton Argentina, Messi i bën 2 kupat botës edhe e vullos, jo futbollisti më i mirë. Për futbollistin më të mirë është vullos në 2022, në falni. E vullos me shumë gjas edhe për sportistin më të mirë gjitha kohërave. Ja molli, nëse fiton, bëhet lojtari më i ri me 1 euro edhe me 1 botëror të fiton. Ka pas ndikim, nëse krahasojna me Mbappé, unë nuk mendoj që është nasha krahasim i mirë, se Mbappé ka pas ndikim ndryshe në 2018. Ndryshe është, për shembull, edhe detyra ja mollet me detyrën e Mbappés që ka pas në 2018, edhe lojtar komplet tjetër janë. Po amo, apo nuk vjen si suksesi i Amollit. Ai meritat i merr Ja kampion atribuohet bote. disa suksese se loja po bortet kryesisht në krahun e tij, disa rreziqe po vinë prej krahut të Edhe tij. kështë faktikisht nuk është fet për lojë Amollit. Jo, nuk është 100% fet, jo, nuk Po, është s'është 100% fet. Unë a dhe çfarë bën përshtypje që edhe vetë kur po flasim, edhe te e tha Aziz, kur po flasim për Spanjen, nuk po quajna merita veç te një person, ose veç te një komplet lojtar. ekip. Domethënë është krejt ekipi që po të vjen rreziku bashkë se pret. Merita drejt. Rodri është. Rodri gjithë është ai më i miri në klasë, vëden ai nxon si më i miri në klasë, gjithë ka merit. Kur del klasa mirë ai gjithë ka me kon çatë, vëden. Me dal keq, domethënë çuditë më apet me Rodri. Po Ruizi që i cili trajneri Van Pedrit, au kanë hiç çudi kjo, për mu po. Po e ka dëshmu që ma mirë. Po ndihmon edhe në fazën e sumit ka më shumë. Knina i Rodri pe kontrollon lojën. Te Spanja çu më thon çdo zavencim, çdo ndryshim që u bë në çat nivelin që gjithçka ka dhëz. Deri çto, domethënë i ka pru edhe zavencimet kanë dhëz, Merino. Secili prej zavencimeve te Spanja ka jap maksimumin edhe i ka dal 100% i duhuri deri çto. Kështu që gjithçka po shkon çat kompaktësinë e ekipit, edhe të lojës grupore që po bojnë. Pe hjek një anë ashta kur po e sheh që po bjen te 80% që kur i hek shumë sani, edhe preshteni 99 tjetër që automatikisht po jap efektet e veta. Nasha që kisha dashur me po ma shumë për parësitë e Argentina është Franca, për shembull, nuk është që lojtarët aty luajnë për kombëtare ose Mbappé luan për karrierë vet. Kërkush nuk e ka shpirtin që Ja, te Franca, unë mendoj që krejt lojtarët e Francës. ata secili luan për karrierë vet. Asnjëri nuk është francez si pikë që me bë popullin krenar. Argentina pe vren që e ka edhe për popull, pe ka edhe për Mesin, po ka për ndikon. Ata secili për vetë janë të luajnë. Shumë e modë është të tifuzat e Argentinës fare. Ma të mirë kanë qenë në këtë botë. Tifuzat është presioni i olt te ta, domethënë thjesht janë të e shiju, s'kan Kanë hi, presion. domethënë, nëse nuk ish fitu në 2022-ën, që të në këtë botëror ishin konë full presion. Kështu tash janë të lujt ashtu në fillim krejt kampionatit, me një emision tjetër kom thënë që përparësia kryesore në këtë botëror për Argentinën ka me konë viti 2022. Pse? Se janë të lujt për qef, janë të lujt për një lavdi, jo për me fitu për herë të parë mas so vite, ose për me bo Messi një kupë të botës që me jep epitetin si maj mire gjitha korav, po tash janë të lujt për me bo dytën, edhe që kjo... Edhe faktikisht është grupa e njëjtë e ekipës. Shumë pak o dallim, që kjo jo presion, ja u jep një shtys shumë të molla. Unë mendoj granit që ky ka pru edhe rezultatet, domethënë edhe te Egjipti, rikthimin, edhe te Anglia, thjesht kur po janë 0-1 të hub ose 0-2, po ndron loja. a dim veç po dalin me një sat, a japum një farë forma, a japum pak zërë qëtasht? A ve mujnë Se Angli. po luajnë, thjesht po janë njohin qatë kapacitetin edhe gjithçka viti. Domethënë rreziku më i madh mendoj që në raport me Spanjën ka me konë që Argentina, nëse Spanja shënën heret, Argentina mundet me Fati për cilë trimat. Edhe ata që guxojnë. Nëse ti realisht guxon, ki me pas mandej edhe fat. Tash nuk ke fat për Argentinën që i rruki
dy shtylla. Nëse prej njonës mandej rrjedhi aksionit te goli i dytë, po ata kanë guxu, edhe me çat guxim ju ka shpërbly në fund. Nëse kish guxu Anglia me lujt qysh ka të lujt, ju kesh shpërbly edhe këtyne. Kështu që unë mendoj që duhet me pas fat në futboll, po për me pas fat duhet me provu edhe me guxu. Duke, po kthehemi te përballja Messi Yamal, 19 vjet, numri 19. Çka ka bua ajo fatë, më mirë u kon mos me bua atë fatë. Unë kom menu që u kon me inteligjencë artificiale, edhe dje kum poni postim për UNICEF-it, domethënë që ajo foto i zhbo. Jo, ajo origjinali është prej kur edhe ja kum buko Te diu ne kom pos do dyshime, po dje më kanë. Barcelona vetë ka thënë ti si tifoz i Barcelonës që është ka ik. Nuk kom ka ik. Po na admin aty ka qellu gabim. Po, atë kom pos dyshime. Pa imagjinush me diqysh. Është shumë një farosë interesant, edhe pse Yamal kështu më shumë e pëlqen Neymarin për ka stili, munot mu bosaj mirë, për ka respekt normal për Messin. Qysh e shekit për bollje, është ma interesant nësha që shka Spanja, Argentinë, se sa me shku Anglia. Jo, që Ja, ma mirë shkon Anglia me Francën. Anglinë kom pas shef me po, në finale, ose kom pas shef me po dhe të fitu krejt. Ajo kampione për pak, e diqysh ketë për pak. Ama, jo krejt për pak, po prej 1960, sa që sa, dhe më prej 66. Ashtë të mërshme. Si për bollje, kësë besej që mundet mu bu krasimi si vjetë. Dhe nëse që mundet mu bu krasimi aktualisht. Dhe me thonë, si për bollje me s'do individva. Jo, kështu cili ka me maj fort në atë aspekt, po si për bollje interesant është qoftë edhe për tifozat e borçit. Duel brezash me thonë. Po, duel brezash, një legjend që hale është më i miri në botë, për bollë një të ardhmes. Qëra hale është më i mirë në botë me qëto. Po, me kom gjatë brej mujti, po arse që 39 vjetë. Litori më i mirë në botë, s'mun është mi thonë. Qëra, okej, tash. Jo, që asë nëse thëmë që në Kampionatë botëror, okej. Litori më i mirë u kërë. Po që të... Mo, litori më i mirë në botë, jetë harru Harry Kane-in, për shembull, Kane me Messin apo den, jem të ishti për çet. Na gjykojnë në bazë që ty në 8 ndeshje po thujse. Ne, okej, thuj për çet kampionat pro. Po, kjo është që të niveli më i lartë i botrorit. Më i futbollit, po më i futbollit. Okej, edhe Messi të performu ekstremisht shumë mirë. Në secilën ndeshje ka pas. Kush është për ty për Mbappe ose Harry Kane? Jo, për mua është Mbappe, është litori më i mirë në botë. Aktualisht? Aktualisht, po, normal. Ama Messi ai po thotë shoqë që nuk jam tash Mbappe sa vjet i ka? 27. Domethënë është 12 vjet më i ri se Messi. E ka fizikun më të mirë, me thonë, edhe pse e kena po një Messi që edhe pse me 39 vjet e ka një fizik edhe unë jam shumë kundër asoj deklaratës që e ka përcjell Messin në ashtat gjatë të në karrierës që njerëz kanë thonë kë ka talent prej Zotit. Talent prej Zotit ka pas Neymari, ka pas Quaresma edhe Hazardi. Po ata nuk kanë punu se ka punu Messi. Pogba për shembull. Po. Dhe këta kanë talenta, po 120 minuta është të luajt 39 vjet. Do më thonë deri në fund ndeshjes. Edhe i ka shënu 8 gol edhe ai u bën 3 asista. Në zdip se s'ka pensionuar. Ashtu atë. Unë nuk kam dashur më pensionu në 2022 të le të kryej si kampion, A dim jo për ne më mendoj që orë ku mu pensionu bre? Le të pensionohet. Hajde kryej tash ata. Heq as në Miami s'luaj më. As në Miami s'luaj. Mendoj që edhe Ronaldo Messi, Ronaldo në Euro, Messi në Copa America edhe kryen. S'ma marr mendja që mundet me shtyr Ronaldo me Ronaldo më 41 vjet ai. Nuk mundet Portugalia me fitu Euro. E kum thonë edhe me një emision paraprakisht që Ibrahimovic e pa një deklaratë sa dhënë në moshën e tij, ai tha, i kum thonë vete që jam mirë krejt, po tha mos e rran veten, duhet me njoftë realitetin, trupi nuk është i njëjtë. Kështu që po këshira unë e lak moj Krosit në qëtë pjesë edhe shumë futbolista Gjerman. Edhe Zidanit, edhe Krosit, edhe qëtyne qa e din kur është ballë bre. Edhe po mdo këtë tani po e lojnë anhije pak edhe Jamallin, edhe Mbappén, edhe se cilin prej qisoj kurorës që ja këna qit Mesit edhe Ronaldos. Dhe me tonë, na jena rrit Mesi Ronaldo prej 2007-ës, 2006-ës. E meritojnë, e vërtet. Ronaldo për shembull nuk pensionohet pa i bu 1000 golla kur. Unë në Miami veç gollat ja shoh Mesit, shembull, kur futboll se shoh të lujt, veç gollat ja shoh. Unë çashtu Ronaldos në Al Nassr. Do me thonë, na jena ma ndryshe edhe si kontinent e kena, që me thonë, futbolli i mirë, futbolli atraktiv u zhvillu në Evropë. Ose, për shambull, në Amerikë Latine. Po nalme, të Messi se janë ngritë dhe zona shkako që FIFA ka thonë që edhe dikush jashtë Evropës mënet me fitu tupin e ortë. A është merit nëse e fiton? Nëse fiton. Botrorin. A është merit Messi? Që të ndeshje sonë të unë besoj që tupin e orta.
Mundet me... Ja. Unë menaj që nuk është Po tash, jo, pse e meriton, po sto njerëz e kanë fitu pa merit, bre, ata. Messi. Ja, ka pas edhe tjerë, Grande, a e meriton Messi? Kujt ja kështë jap tjetër? Po që 3 lejtor, a ti thëmë me njëherë? Harry Kane? Çka ka fitu Harry Kane përveç Ligës së Gjermanisë? Edhe kupën e Gjermanisë. Edhe I ka jep 72 golla me një sezon mrena. Ama të njëjtë konë, paraqitje njëjtë ka posë edhe në Premier League, ai me Tottenhamin. Po me Tottenhamin. Theks Premier League ka lyt. Po mirë dhe gabimi, mu më dhi, unë e du Harry Kane shumë si lejtar. Për mu është sulmus I kompletum. Edhe në vitet e fundit nashta është për më të mirëve. Po mu më dhimet pësa I ka kalu një kohë shumë gjatë të Tottenhami edhe u kom pa trofej. A I veç nëse ke shku në City, për shembull, kur ka pas lajme që është të e kërku Guardiola, a I kesh pas nashta najtë optar dhe I tash. Po nuk mënët me morë si indikator kryesor që Harry Kane e ka fitu Ligën e Gjermanisë edhe Kupën e Gjermanisë me Bayernin për me jap topin e artë. Ama veç edhe kupën e botës, veç që me thonë me një fitore të kupës të botës, edhe me qëto golla në qitë kompeticion. Okej, pe dina që o kompeticioni ma I madhë, me dollë të Messi granit? Unë apet nuk bëthëm që Messi e meriton 100%, veç unë po pës edhe kush tjetër. Kane, Olise, Mbappe, Olise, qëfar super sezone ka posë Olise? Ja. Dembélé ja kisha jep apet. Ja, po në hësën e shëtë në bellën me sysën e shë. Dhe me thonë, Në që paroj në lejtor të Parisit, për shembull. po ka pas sezon, janë 2 sezone të jashtëzakonshme që I kanë pas rend lojtarët e Parisit. Menaj që është shumë pikë pyetje madhe, nash as nas mujna... Por ata po thëmë, unë nuk po thëmë, sinqerisht nuk po thëmë që Messi e meriton 100%, por shkak që... A mund qëre, durën zemër, top 6-7 që dët me hi. Messi? Po. Ja, nëse se fiton Messi, ai do të me koni 2 ose 3. 6-7 është largë e lasë. 6-7 është largë. 6-7 është largë. Se ti, për shembull, e keni Yamal që ka pas një sezon relativisht mirë me Barcelona, ka shënu golla, tash edhe kjo ka fitu La Ligën, që është ma shtirë sa me fitu Bundesligën. Dhe në urkon lojtar këç, na e kena po Barcelona kur ka lujt pa Yamalin. Syt ka dhënë me këshyr, s'ka pas kreativitet në lojë. Ose ki Mbappen për shembull që ka pas individualisht një sezon superiore me na jone. Sado që është I ekipit rival, po prap nuk ka fitu kur gjë. Amo kështë kërte që është topi ortë është individual. Pja japëm dikujnë atë Arsenalit. Nëse fiton Sponjave, japëm Rodrit. Rodrit po shumë mëlqen. Rodri është top lejtor. Atë Arsenalit, ja. Kisha dosh më kthy edhe pak pra se na gati ka fundi, te pikat e forta dhe dopta te këto dy kombëtare. Mes fusha po diskutohet shumë, Spanjës për vrejna që po funksionon mirë, të Argentinës a kam pika dopta këto dy kombëtare. Një golla ka marrë vetë, ku bashkë një paraqitje shumë të mirë, jo në shasin Barcelonë, po na kujtëm pa kur u kanë me Inigo Martinezin, u kanë një farë mbrojtësi shumë I mirë. Tash, ku janë pikat e dopta të këto dyja? Unë po mënej që të Spanja pike dopta është portieri. Pse ki qef Garcia me Jo, Raja ka posë super sezon me Arsenalin. Do më thonë u konë deciziv në shumicën e ndeshjev. Ama një golla ka marrë dhe që tash, pavarësisht që E ka marrë se Spanja e mund topin. Edhe nuk është që ka pos kiksa shumë, unë Simon, gjatë kampanjës. Unë nuk mënej që është portieri I denjë për me konë numërnit e Spanja. Nuk po thëmë që do të me fut Garcia në port, mënej që Raja është shumë e mirë. Unaj Simoni prej edhe Degeja, kur e në Sponjë, gjithë ka posë për parësi, nuk e di pëse. Një deklarat të Luis de la Fuentes që e cekë që ka merit apo shkak që është mati me neve, e ka një cilësi paka shumë të leadershipit si portjer, po në nuk mënej që e meriton me aqë sa shonë në fush. Na nuk e di na që ndonë në stervitje. Raja e ka meritu me konë startu realisht, mënej që është pike dëpt të Spanja portieri. Isha norma si tifozi Argentinës, sulbin që sheshe Alvarez edhe Lautaro Martinez, nuk është që janë gjithë është varësisht prej kundërshtarit që ti lunë. Messi për organizën komplet lunë, nëse I shumë nolë veç këta dy, s'ke shorde këto Argentinë. Lunë me një kundërshtar që është shumë fizik. Anglia ke, po prap ty të dashke me I depërtu linjat e mbrojtjes të Anglisë,
Domethënë Anglia e ka pas posedimin e topit, më shumë se sa Argentina. Po jem të fol për ata lojtarët që për ato kombëtarët që kanë lojtar më fizik në fazën defanzive, ty të vyn një Lautaro Martinez nëse luan për shembull me krosime që shket e rasti i golës dytë. Po nëse jetë të dosh me lujt me pasime më shumë, të të vyn Alvarez se ka kontroll topit më të mirë, ka pasime më të mira dhe ka goditje realisht prej si me zicën, ka goditje jashtë zonës shumë më të mira. Kështu që unë prap mendoj që ka me startu Alvarez me Messin. Mirë, se edhe po kthehet pak po merr Formacioni ka me topë. gojnë njëjtë, si Spania. Veç nuk pe di a starton Simeone apo starton prap Rodrigo de Paul. Qëto e kom një pikë pyetje. Për menimin tem, unë e kisha startu me Simeonën për shkak të eksplozivitetit që e ka, Edhe në pjesë dytë me i De Paul tani po e balancon pak lojën. Mendoj që formacion më ideal për Argentinën kish me qenë i njëjtë sikur kundër Anglisë, për Spanjën veç e dim ato pak ka rëndësi kush po starton e kush po impi. Mbrojtja e Spanjës, kështu faktikisht kur të këshësh Cucurella, Kubarsi, Laporte edhe Pedro Porro që nuk e përmend duket kërkush. Po mendoj që s'lvizin, edhe prej asaj që deri qtashve që po e shohim. Po duke? S'ma mërmenja që lviz që jo katër, që asën që të lojnë. Jo, s'lviz. Faktikisht që jo katër që ja... Megjithatë mendoj që edhe në korektyr kështu pa pikë emocioni, mendoj që ka ma kvalitet Spanja. S'diskutohet, ja nuk diskutohet. Kualitetin se cillin nëme, nëse ishe audin lojtar për lojtar jam të i këshyrë qëtë. Hajde, largoj, i vetëmi lojtar që besoj, ose po pajtohet në plotësisht të pjesa e portierit, do më thonë Martinezi mdoket, jo mdoket, po është ma kualitativ se Simoni. Është ma kualitativ. Edhe është kështë... E ka një farë grinë të tjetër kur lumë për Argentinën, apo din... Nuk është e njëjtë me Argentinën. Vëllëror flok me njëherë, të flamurin në Argentinë. Të pjesa e lojtarëve besoj që, do më thonë, jam për një hap ma... Nashta veç Oyarzabal, nëse mëj me krahazu me Alvarezin, që të... Megjithatë tregon tepër lojtë mirë. Po prapë është shumë i mirë, domethënë. Është lojtar sistemi realisht. Oyarzabal është lojtar sistemi. Nuk e di a kish mujt me lujt me një sistem tjetër të lojës që është të funksionuar të Spanja. Faktikisht ai në Sociedad luan komplet onën e majt, të po luan qendër sulmues. Për Messin, domethënë, sot është të lujt futboll, nuk ka me pas, nuk ka pas më të mirë, nuk besoj që ka me të pas më të mirë, se na jena të po që është dhe më shumë lojtarët po janë shumë robotika, nëse guxojnë më e thonë. Këtë fojë është i Guardiolës, i trajnera kryesisht. Domethënë, unë jam kënaqur që ka dalë një lojtar si Yamal që bën pak, luan pak atë futbollin e rrugës, atë futbollin që fëmijët mësojnë me lujt në lagje. Ose Mbappé për shembull, prapë është i njëjtë edhe Mbappé. Mu më kënaqesh Mbappé-ja. Ose është lojtar më shpërthys, eksploziv, edhe guxon, domethënë veç guxon me rreziku. Po e njëjta që edhe me Olisen. Ka pas performanca diqysh kur pe ka tupin shumë elegant, po të kënaqesh diqysh të si një trampolin diqysh. po. Ka po ec. A që për shembull për kënë që thoi Neymar i ri për shembull për Duen, mu nuk është që kam ndonjëherë simpatie për atë lojtar. Qysh me thonë lojtar i mirë, po jo, ai ka libret e Neymarit Është me potencial, po Neymar është Neymari vetëm gabi me ka pos dije, domethënë është unë mendoj që është pikë pyetja nashta më e madhe çka nëse nuk ish ndodhur çaj transfer në futbollin modern, po besoj që është i ujt pasojat e atij transferi edhe sot. Për fond e di që sa s'po cekëm rezultata, ma bomi pak trima edhe e japëm ka i rezultat për finale. Duke? Po, jo, s'kam qka. Nëse Spanja është nën heret, e thamë edhe ma heret, jo, e thamë edhe ma heret që Spanja jashtë, është Spanja Anglia. Le ta harrojmë këta. Tjetër kategori është. Është tjetër kategori. Nëse Spanja arrin me shënu heret, menoj që 3-1, nashta. Për Spanjën? Po. Granit? Unë e shoh si pak prognozë emocionale, nëse më thonë. Domethënë, jam të folë qysh, po kam qef me ndodhë. Që thojnë Shqip në vjaçke. Kam qef me ndodhë, domethënë, me fitu Argentina me një rezultat 1-2. Se dia ka me posë shumë gola për shkak të natyres dy kombëtarëve. Po, prap e ceka dhe në fillim që është nashta një pej finale ose lojve matë
pa parashikueshme që nuk po guxej as me thonë kështu as ashtu, po menoj edhe kom qef që një me 2 Argentinë. Po luni pari me dytin për vendin e parë. A vëdin, dash do me thonë... Azez, për ty, qysh Jo, nësë kryve? po japën parashikim se tani, jo, ne menoj shkaku i që ati leadershipit edhe nuk besoj që ka orë Messi deri këtu edhe komplet qaj ekip që mja lënë dikujna tjetër këtë trofej. Një rezultat? Rezultati menoj i ngusht, po ne menoj që nëse Spanja shënën e para, ka me rrit qatë farë agresivitetin e Argentinës, edhe Amo, e di që amon ndodhen që atë agresivitet. E hanë edhe dytën. Për që rezultat së të mjep, që të po këshyrë më mik, menoj që 1-3. Po menoj për Argentinën. Argentinë, edhe menoj që ka me kënë loj me golla, që të veçon eshe 2-2 në vazhdime tani në penolla. Vazhdime s'ka golla. Hajde kësh në penolla, tash as ti s'po jap fitus. Ta është qëre, të i po performancat e portiera, Emiliano Martinez në penolla është nashta ma i mire, është kështë jashta Donnarumma se ma i nomë dëve që është Argentina për mu bëhet kampion. Edhe pse bëllë me gjysë shpirit e pëta. Veç vetë me ta me Sponin. Na për fund e kena edhe një farë sfide, po më duket ja kena qëllu njëherë pe bojna mirë, njëherë ju, njëherë po, njëherë ju. E kena një 30 sekundë edhe mos as po as ju, as Messi bënja të granitit. Yes, pja bëj, as Messi, as Argentina pja bëj. Ani as Argentina. A me e As po, as jo, as Argentina. Tani duke unë me ty, që ta shë bojna na i marrëveshje. Gati. unë e nisa, që ta jena goti. Jena gati. Kush e fiton botrorin si vjetë? E fiton kombëtarja që ka fitu botrorin e A menojnë kaluar. që është favorit? Menoj që është favorit. Pse? Na e arsye. E cekom deri tash për shkak të grintes edhe dëshirës A ka me sfushë më të mirë Spanja, Argentina? Spanja. Sulmin? Spanja dhe të, a? Nuk e ka Spanja. Pse nuk e ka Spanja, tregona pak. Se ka kombëtarja që ka fitu botrorin e kaluar. Hajde, heq shkush, saj dëpt jam qëtë pjesa. Qëtë loj, dhe me thonë e di që vinë në sekund tret. Ti e pote me Anglin, me Arsim Prepollin. Hajde, me kanë për bojmë na. Ti ke me Italina, fansi Ronaldos. Pe bojna me Messi, pra. As po asu, as Ronaldo. Jo, bre, e ke kry, nëse ma krate, vloj jam. Ja, pengucën pak me Ronaldon. Me Ronaldo, veç me Ronaldo e kemi, jo me... As po asu, as Ronaldo. Hajde u krym. Aja nisëm. Kush është lojtari më i mirë në histori të futbollit? Messi. Pse? është lojtari më i mirë. A u mërzite që hupi Ronaldo? Nuk e mërzita shumë. E ka bu mosh. Po thua? Pse po menon që Ronaldo nuk është në nivelit Messit, a? Mas Messit, kush është më i miri? Shtatëshi i Portugalisë. Kush është ai? Figo? Tash në emisionin tjetër kena më ja qellu se një emision pe bojna po, një ju. Po edhe kështë po du të me kënë pak ma dinamike. Ja, duke u majt mirë. Menova vallajnë, çka gjashëm. Një 10 sekunda ti këm hek të. Kështu të menu... Është një farë vetë... Duke, Granet, faleminderit shumë. A ku zaj me se elsto? Po, lan, edhe pije. Se jam tho. Hej, shumë knasti edhe përgëzime edhe për punën që po e bëni. Faleminderit shumë. Shpresoj që keni kalu mirë, edhe na bënë muhabet të mirë, edhe tifozllëk pak, po edhe e po... Ka knacike edhe për mua dhe ambientin që është po të jep një farë vojve ashtu sikur Një farë ndjesi që s'kam të volla fantastike. në seraj që të rabden, nuk e kum po kamerën. Ty po. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, kaq patëm na, e shihemi herën tjetër. Shënjestër.net